Si ta ndërtoj botën? Të dashur miq. Një baba ishte duke lexuar gazetë, kurse djali i tij I vogël po I shqetësonte non-stop. Ai dëshironte të preokupohet dhe të angazhohet, nga se fëmiu dëshiron të luajë me diçka, kurse babau gjatë tërë kohës ishte në lexim. Kur pa se nuk I kalon dot pa e angazhuar djaloshin, atëherë ju kujtua që të gris fletën e fundit të gazetës, në të cilën ishte vizatuar një botë e tërë me ngjyra të shumta, me kafshë të shumta dhe kështu me radhë. Dhe mendoj se nëse do t'ja gris në pjesë të imta këtë pjesën e gazetës dhe do t'i jap si detyrë që ai të e rregullon sërish të ngjes dhe të mund të bëjë një fotografi ose ta rikthej fotografinë e duhur. Dhe e bëri. Ja dha djaloshit cop gazetën duke pritur që ai do të kthehet dhe do të angazhohet diku një orë. Brenda kësaj një ore do ta lexoj krejt gazetën. Por nuk ndodhi ashtu. Djaloshi me pjesë të ngjitura kthehet për 5 deri në 10 minuta. U hapit. Si është e mundur që bëre gjithë këtë për 5 minuta? Tha babi dashur. Nga ana tjetër e gazetës ishte I vizatuar një njeri. Dhe ai ishte I grisur në 2 ose 3 pjesë. Dhe unë ngjita atë, I dash pasqyrën e duhur dhe nga ana e prapshme u kalua ose u shndrua tër bota. Babai u habit dhe filloi të qesh dhe arriti në konkluz duke thënë: ndërtoje një njeri e ke ndërtuar një dynja. Ndërtoje një personalitet e ke krijuar një botë. Edhe ju, kudo që jeni, nëse I rregulloni vetveten tuaj, mos u mërzitni për tjerët. Unë do të nisi te vetja, ty nis te vetja jote dhe të gjithë ne nëse do të krijojmë dhe do të rregullojmë vetvetet tona, e kemi ndërtuar një botë të tërë. Mbetshit mirë kudo që jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullah.